Në atmosferën e 3 muajve të mirë, Myftinia e Shkodrës vijon organizimin e tribunave fetare, me të ftuar të ndryshëm, të cilët përcjellin këshilla dhe mesazhe të rëndësishme. Në xhamin e Parrucës, këtë të shtunë ishte ftuar teologja Aida Shega, mësuese në medresen Haxhi Mustafa Varoshi të Durrësit. Çfarë është realisht sfida jonë në kohët që po jetojmë sot, në dinamikat dhe ngjarjet, në një botë që çdo ditë largohet nga vlerat, dhe çdo ditë po na serviren antivlerat si vlera, dhe mundohen të largojë njeriu nga natyrshmëria që Zoti e ka krijuar. Dhe kurse si nuk do të munden, në qoftë ne e përballojmë këtë sfidë me besim të qëndrueshëm, me morale të larta, dhe në qoftë se ne e reflektojmë atë çfarë kemi në zemër, në sjelljen tonë, në raport me veten, në raport me familjen, në raport me ato që na rrethojnë nga shoqëria, miqt e të afërt. Prandaj, besimi i jetuar motrat e mia është vepër dhe jo vetëm fjalë. Tribunat fetare të organizuara nga Myftinia e Shkodrës po tërheqin interesime shumë besimtarve, siç ishte edhe ditën e sotme, ku u përcollën këshilla dhe mesazhe për motrat muslimane të pranishme. Takimi i sotëm ishte edhe më i veçantë, teksa teologja Shega është shkodrane, e martuar në Durrës.